Pritje e madhe për finalen e Big Brother VIP, njoftimi i rëndësishëm nga familjarët e gjestit, janë çfarë thonë ata. Me rastin e finales së madhe të Big Brother VIP Albania 4, të afërmit e gjestit që i menaxhojnë llogarinë e tij në Instagram, kanë dalë me një njoftim të ri pas njoftimit të mbrëmshëm për fansat. Ditën e sotme ata konfirmuan se mbështetjet e gjestit për finalen e formatit në fjalë do të organizohet një grumbullim masiv fansash e të afërmish ditën e shtunë në orën 16:30. Ky eveniment pritet të tërheqë shumë adhurues duke krijuar një atmosferë entuziazme për përfundimin e këtij edicioni të veçantë. Megjithatë, për të shmangur vonesat e për të garantuar që çdo gjë do shkojë siç duhet, ata kanë ndryshuar orarin e fillimit të organizimit në orën 15. Kjo strategji e re tregon për kushtimin e familjarëve për të siguruar që zgjidhja secili të ketë mundësinë për një pjesëmarrje në këtë moment të veçantë. Interesimi për këtë finale duket se ka qenë i jashtëzakonshëm, teksa të rinjat të reja organizohen në grup duke bërë edhe duke ndarë përvoja për këtë event historik. Gjesti i njohur për personazhin e tij të veçantë ka mbledhur rreth vetes një komunitet të fortë, e jo vetëm kaq, pasi dhe stresi ka dhënë ndihmën e tij, duke thënë që për çdo që mbetet jashtë skenës është i lutur që ta ndjekin bashkë me stresin në lagjen e tij afër gjimnazit Partizani, të gjithë së bashku finalen e më pas të shkojnë të marrin gjestin pranë studiove të Top Channel-it. Duket se organizimi është i madh, pasi kësaj here për herë të parë edhe nga produksioni është lajmëruar se do të kenë 2 skena të ndryshme, njëra kryesorja dhe tjetra me fansat e të gjithëve. Teksa biletat dolën rreth një javë më parë në treg, shumicën dërmuese duket se kanë prenotuar fansat e gjestit.